Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi nga unë Dorontina, ure dhe shpresoj që jeni mirë gjithë dhe po kaloni qastet e mira me neve. E sot për vizitë kemi zgjedh fshatin Bajic e Kolshit, komuna e Lipjonit. Thëm drejten, jam para një rezidencë këtu. Une po du me provu me hynë krejt në fillim, ure dhe shpresoj se kanë me ma hop dirë, pa dhe nëse nuk ma hop, ashtoj tutje. Oj, zoti shpis! A do një mësafir? Me ka mund dhe gjutë gjysa punës e kryme. Pamparam! Krejt këta që ka ka në rezidenca nuk përtoj me mi hop dyrt. Mirë se jo gjejmë ndërum. Dosha nuk po ju pengojmë? Nuk ko me ju morë shumë kod Dorontina. I bushi. Si jem? Mirë, falimderes. Familja mirë? Mirë, falimderes gjithë ratë. Qysh po kaloni? Po mirë, po kalojme. Po ju ajni mirë. Mirë, falimderit. Si kaloni? Mirë shumë. Një mision shumë i qelluar, shumë i ndjekur. Juroj suksese më tej, për arsye se tregoni shprehni shatrat e Kosovës që me të vërtet ndryshojnë prej të kaluarës që janë. Çdo fshat është i bukur, po mendoj fshati jon Fshati jonë është më i bukur për arsye se jam banor i këtushit. Unë thëm drejten vetë sa e bona hapjen edhe do thotë jem krejt në fillim të fshatit. Ja fillova mirë po m'duket, po shpresoj deri në fund, po duket një fshat shumë i bukur. Është i bukur për arsye se karakterizojnë natyra është shumë e bukur. Për arsye se fshati gjendet në rrënjë i bjezhve, gjendet në mesin e dy vrellave, i thojmë ne. Themi vrella e ftoft dhe vrella e nxehtë. Vrella e nxehtë është edhe shëruse. A më falë për shtë syzat se me jem të po. Më falë. Prandena si fshat, natyra ka kriju të tillë, por edhe infrastruktura e banorëve tani në kohën e fundit i ka dhënë një pamje më të bukur se natyrës. Po. Ju lumë për oborën shtëpinë, do thotë nuk ka koment gjithçka është si me konë që thojnë shtetet jashtme, por që këtë shqiptarët në përgjithësi jenë të e të regu dita ditës vetën që jenë zëtë. Më intereson që sa e ke ndërtu, sa ke shpenzun s'po du, por që a jetoni këtu, apo... Jo, me familje, unë jam emigrant po thuj gjatë kohës luftës. Pas ke mërgjimtar. Mërgjimtar, gjatë kohës luftës, kom shkuar, për arsye se jam punëtor i arsimit më së pari. Jam pensioner i arsimit, kom punuar 12 vite si arsimtar, 12 vite si drejtor, 3 vite si këshilltar i landës historisë të komunës Lipjanit, por lufta e boni të vetën, isha në Lipjan me fëmijë së bashku, më kthymon në vendin ku ishin edhe vllazënit, edhe familja nuk ishte mujtun, si gjithë banorët tjerë të komunës Lipjanit, depërtuan në shkuan deri në Maqedoni. Vala jetës nga qoj në Amerikë, dhe atje që 26 vite jam me fëmijë me familje, por po thuj që pushimet i kaloj 6 muaj i bajnë këtu, e 6 muaj në Po gjëna me lonë gjithë këtë vend ka gjithë bukur. Po gjëna me... Nuk po flasë vetëm për shtëpi, po dhe fshatin përgjithësi është shumë i rafsht, i pastër, qetësi, gjithçka okej. Është vërtet shumë vështirë për neve, sidomos për neve të moshuar, për arsye se vend më të bukur ne nuk jetojmë. Në Amerikë jemi, po mendti kemi këtu. Shpirti pushon këtu dhe këtu jetojmë. Mirë, po është një problem tjetër, për arsye se unë thash kam edhe nipa, edhe mesa, kur të vi këtu 6 muaj merr molli tani, jo për vend atjeshit, po për fëmijët, për mesa, për djemt, për familjen përgjithësi. Kështu që zemra është ndamë në dysh. Gjysma në Kosovë, gjysma në Amerikë atje. Si e shen fshatin e ju? Sa është rregullu, sa ka avancu, a ka diçka që i mungon fshatit? Me thonë drejtën,
A jenë për shembull gjitha kushtet për jetesë. I keni me rrymë, ujë, këto funksionale gjitha. Me thon drejtën, fshati është i rregulluar. Gjitha kushtet për banim janë, për arsye se nuk mungon rruga. Rrugët i kemi të gjitha. Kemi restorante, do thotë ky fshati ka 3 restoranta që bojnë emër këtë anë. Kemi një vrella që quhet, kemi rregulluar si pishin. Rrugët janë të rregulluara, kanalizimi është, rryma është, jetohet më mirë shumë se në qytet. Unë në sun jetoj në qytet, asnjë qytet Kosovës me thotë që ka banor nuk e ndroj me banimin. Fshati është shumë, banorët janë shumë turt, shumë punëtor. Po thuj që ka fillu prej zerrës, pas luftës se ka qenë i shkatruar, i djegun, tërësisht. Si në çdo vend. Si çdo vend këtu edhe më tepër, se ka qenë edhe bazat e ushtrisë. Këtu, prandena është rregullu, ka marrë një pamje krejtësisht tjetër. Banorët janë shumë punëtor, janë shumë turt. Shkojmë mes veti si me kanë lazer, nuk ka ndonjë problem rreth saj. Jetojmë sikurse me një familje ngushtë që është, edhe mshat që është. Aty pse po më qeshet, po vret edhe pse ju e thatë krejt në fillim që e përcjellni emisionin, po do thotë po më përgjigjesh pa të bë pyetje hiç. Po I dim pyetjet e mia që I bëj sa I përket fshatit. Po si arsimtari na mësu me fol shumë me s'mundal. Ata gazetari. Me na ndëgju shumë zonca dhe me fol arsimtari. Ndrum, unë s'po ju marr kuma shumë. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Shumë faleminderit që keni gjithë kohë me ardh. Falë se ju kemi penguar. Çdo të mirë rrugë mbar për neve, jo është një nder për neve si fshat, edhe po sërish ardha juaj këtu. Faleminderit shumë. Çdo të mirë, suksese çdo të mirë. Kalofshi mirë, shumë faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit shumë I nderuam. Ai mundesh me mbyll dyrt tash, se nuk vi mo. Mirupafshim. E vazhdojmë shtemi rrugtimin. Jemi krejt në fillim të fshatit, e shenin një fshat po duket I bukur, I rrafsht ashtu, sado është qetësi absolute. Po nuk ka me mbet kështu qetësi. Dorontina çdo herë din me bë atmosferë, kështu që ka me kall krejt këtu. Miqtë e mi, e fillojmë ditën me pozitivitet si gjithmonë, larg negativitetit, larg njerëzve toksik, largoni prej rrethit. Vazhdojmë. Jam të e një iren, flinja, dikon o të qitë, flinja. Ne po du me provu me hynë qëtë. Aj, zoti shpis! A muna me hynë? Përshëndetje! Si jeni ndërum? Që e ka dole? Apo ju pengojmë? Se jo me ka mirë. Mirë si ju gjithë. Çfarë njerëz fantastik, Dorontina. Si je? Musa. Mirë, faleminderit. Si je? Gjallë. Familja mirë. Mirë, Si shpo kaloni? Po mirë, faleminderit. Na pjen mirë. Faleminderit ju. Mirë edhe Po na. kaloni, si po kaloni? Jo knaqem. Se cilim shat ma mirë se tjetrin. Faleminderit A shumë. di pse hyna unë në këtë borë? Dikon të unin një reflis. Na traditë kemi këtu. E ku është flinja? Flinja pak më. Kush të qitë flinj? Gruaja, kush më çit kush? Qysh gru... E ti të mrena? Ti në salon atë? Unë veç e tham që të një flit mirë. Po, hajde ti me mu. Në me qëtë mi? S'ka veç gruja. Pa thua? Tash e kinë drejtat e barabarta. Na jena plok, tash pak nuk je si janë ta trit. E gruja u plok? Ja, gruaja pak marrë. Po vaj hajgore, urdhë në ndërum. Hajde unë bëtu më shku të flinja, o që s'kom hongër buk. Ja, po kemi hongër flingës. O, kësë me... Shumë flim A pa keni hongër. tërshi? Ja, tërshia po. Super, së ne pa tërshi në kulna. Kemi treja. Diçka dhuj Diçka qesë. qesën diçka. Po bëj hajgore, ju e dini që ne bëj hajgore shumë. A e zoja shpis. A je lodh. Përshëndetje. Nuk lodh ta. A je mirë, që shje, Dorontina. Mirë se vini. A je lodh, Jo. që shje, a je mirë, Dorontina. E dona. Që shjeni, a je mirë, apo ju pengoj? Jo. A të foli me këtë qikin. Se ti ka kem proces. Që shje e dona? Po. Po, e dona. Që shje? Mirë, faleminderit Që ju. shpo kalon? Mirë. Familja mirë? Mirë krejt ju. Që e mirë dhe Mirë se keni ardhur në fshatin Bajit. Mirë si ju gjejmë një zemër. Na kështu. keni nderë. Faleminderit shumë.
Alo dhe zoja shtëpis, apo mamon që të mikrofon. Po, patjetër. Heke atë farë ke cele, be mamon këto. Shpejt. Ke celen. Dhe mo djeg, te isha ke mbëllë së farë zhelesh. Ja. Hajde. Kanë prej që të flok mi kanë... Më do të mi mojtë qështu me syza. A ke qitë, mamo të qitë sa që shtashe qitë, a mëj me hekë. Mu isha në me hekë, ti do të më afru se në Patjetër. me mikrofon. Hajtje, faljo diçka shikuzve. Qëto me, a e lëqën tokë, apo? Ja vlen me shiku emisionin Shqiptar Sekret, apo? Shqiptar Sekret. Hajde, bismillah, nuk e pas ke mu shumë. Se, në koll me një ven, ma këshim pas... Ma afron, ja unë e vetë krejt, te veç ki mullë si zoj. Ma këshim pas mush saqen me shumë himin dzequ, va ke kam rëdzohet. Bismillah. Stërpika abëll, qëfar moze. Vallaj, në krejt ushqime dimi qitë. Ja, po s'ka po lypën më hongër? Qështo të më djegë? Qësh po kalonin këtë fshatin e juve, qa po bënja, qa po vynja? Vallajnë po, për bis. Hajde qëto të mikrofoni, se veqit. Kem pasuri dhe më thonë të kësore, kem gjithë fasenet kem shqitore, shkolla, kem 3 restorante kem. Po shkoni na i herë kështë me vizitu? Tim kofa atje. Atje kem kofa më gjithë, se Zoe nuk e lëmë me na qitë kofa vullu dhe. Zojen shkona, t'lumt, që të më pelqeve, e përmirësove gabimin ma herët, aty që të gjitha në salon. Ja mirë është, nga tresa nuk ka që 5-60 vjetë kur nuk një rejhje, një thyrë, një famë, nuk ka, na jep këto që jemi bërdo. Kjo zoja shpis garantët të më shiku kështu aty thëtë se pas ka zanoteq, po qëre, une që të flime qitë pe qazë që vallojnë edhe pa e hongër se lo. Po kësmet. Sholla sem të ti përzi renat. E pe bëjshe brumin shumë të mirë të hullë, se ta mën del flinja e mirë me brum të hullë. E qëto e kom su prej momi tem. Në kone e vogël që aty ju përzisha gjithë ma beke, hajtë shkolluj që atje se bëll ki me qitë. Jo më theki hajtë se bëll ki me qitë, po qëfar së mro me qitë heq? Po mirë, normal, se... I po në qka du, shko ka të shko, ishte të buk do të me hongër. E donë që po në kalëzën ti? Që shpo kalën? A je martume? Po e martune jam, 3 fëmijë. E sot erdha të prind pak me vizitu. Po. I kam edhe 2 motra, njëna është në Itali, tjetra këto në Kosovë. Po 2 atë janë. Dhe vllaznit i kam 2, po nuk janë të martuar asnjëni. Po presin. Në pritje janë. Ka kopë të nëzitit. Ashtë si vjen mirë. Pse? Bashko më qëtë flinjera në përkatune. E mu pësë të më qeta? Ha? Dhe të më qënë e në katone, dhe ati qas flinja. Ta thua? Qa po bën një, qa po punën një? Qa mirë Unë e një? penzion jam, me kopshte që të mirë. Se po duke shiri për penzen po. Dhe për mikrofonin me se bro, skater. Me kopshtin. Me kopshte që të. Dhe që ka pashko kuha, panëm, po dole me pim, po shëtitje. Ju lumë që o burin e pasket në vikë. Mirë, kem përgjësi kem mirë. Ata këtu jem 5 vëllezër, jem këtë kem shpirë. Rani kem shtë. Edhe në se cilin obor edhe rrugës po vrej që është një rregull shumë e madhe. Mirë është. Edhe një fshat shumë i lezetshëm. Shumë i mirë është, fshatë shumë i bukur është. Gjitha i kem. Edhe njerëzit janë fantazit, shumë të mirë janë, nuk ka përqarje. Shumë mirë. Që do kjo është ma kryesore për gjitha këtu. Po,
Që do më konë? A jeni kështu një fes, a njihni me krejt? Jem na, nuk jem këtë një fisi, po jem si me konë këtë një fisi. Unë me këtë... Me këtë si... Ila, ansë, Skoter, unë jam modeste, nuk anin. Normalisht, gazetore gjithmonë janë modeste. Unë jetoj veç për vete, Bravo, vlla. bravo. Unë nuk manin që atat filon Jo, në po, fistik. zbarë me adin të gjuhë ato. Apo? Qashtu është. E qështu, me shte mi, po e bëjmë një shkeputje të shkurtër, pritne fundin kur të hojmë flin. Me shte mi, e shenin çfarë ambienti të bukur jam në një familje tipike shqiptare, familje mrekullueshme. Ma herët bisedova me i Bushin, pronor i kësaj rezidence kaq të bukur, mundesh andi lirë shumë ja jep një fokus me të knoq syt, çfarë shtëpie ju lumë për punën. Në fshatra po punohet më shumë se në qytet, se veç ka met ajo. E çka mos harroj me cek, unë shkova te vllau, këta dy jem vllazni. Shkova te vllau me qitë flim ka po. Edhe u ardhë në borë më ka morë me pi kafe, se tha unë para kamerës, mendova mos po të markohe, unë diva keqë, dhe i keme kalëzu vetën modest, apo deni? Edhe erdhë, i ka desh kompletit tash, qa i kompletit vështë, edhe erdhë, erdhë u morë, na prunin shpe, na ka qaros me kafe pije, e mohabet pa fund. Kështu që miqtemi, lija u pjek, hajti në shkojmë hojmë fli. Do të shkojmë. Pa, e kem. Faleminderit që një orë. E tash miqtemi, flija është gati, prej vllaut tek vllau. Ju lumt, çfarë vllazni. Mirë se keni orë dhe jo. Unë për çdo të herë mirë se erdha në shtëpinë tonë. Mirë se gjeta dhe une. Në herë qita flin, tash të po vi me hungër. Ja që shtë hajde gjithë. Si shpesh hajde. Faleminderit. Me shumë kënaqësi ku më ardha dhe s'kom ju harru kur. Apo vazhdoni, për parësi. Apo, si mosafire. A mi do të e duan patika të më thatë ju, a? Duke që te i keni mu shoqës. Unë e drumë të kam në rejqë. Po? Këto pak i kom kritiku e gjeta në salon. Po. Tha ajo, tha gruja të qitë fli, thash. Ha, që jetë të boti këto. Qëj të boti këto? Mos më bë nervoz. Disi kanë me gjithë të kërtinë, këtë të kujnë burro. Ja, tani shkum, po këtë drut, pak merit ati ki. Po, drut e ka sugru atje? A, pa na prin. Ondi vazhdo ti me gjirime, ty ta pështjellëm të kështu e hanë rrugës. Me vete, me Me vete. Qa ty ka pak? Shqiptarë të flinë e kanë ushqimin tradicional kështu. Askun përveç shqiptarë ku ka, s'ka flinja kërkon. Edhe mosafirët ku të vinë prej jashtme këtu, lypin flinë se ju pëlqen. Edhe a ke vrit me flijat katunit s'ka. Jo, është se sa që është pak më ndryshe. Është ai me rryme, shporeti. Ne atje bojmë që thash flinja, po në shporet. O pak më ndryshe, nuk del kështu original. Tek, se vërtet. Po, no, mirë boft. Faleminderit shumë. Ondja, dëm pak flin. Jo mërë se ja jepo me veti, e hanë rrugës. Kësë në zetë, e përluat. Boft mirë e mirë si këne orë. Ju boft mirë, Faleminderit, ndërun, Allah, faleminderit shumë. Apo të një me më qyrë të ongër fli, mos për lakmoni. Kesh mas të vjen. Mujna mu keqa? Ja, Qëre, emisionin tempo e për celqët. Tash mundi me ditë sa më vje mu keq, heq. jo ty zjen kesh, s'ka orë kesh traktorët migro në për orë, jo me hungër flinë këtu që është shumë ma letë. Bash, edhe plus ja kum lavru një pjesë bukur të mirë. Ati pranorit, ha? E kësh paslo utrinaj. Mos ishe ti e pa të mbeta aty. Miqtemi, na po e hojmë flin, po e vazhdojmë muhabetin edhe për pak qaste, por ju vazhdoni të qëndroni me nive. Miqtemi, flin e hëngrem, qaj pim, i krym gjitha, e falenderojmë për zemërsisht qiftin Musen me lumturin, cilët na kanë prit mënyrën më të mirën të mundshme, një familje tipike shqiptare, shumë respekt për ta, faleminderit pafund.
Na po e vazhdojmë terrenin ton edhe për pak qaste, po shkojmë po e eksplorojmë fshatin për nga afër. Qëndroni me neve, hajdeni me neve të shohim krejt bashk, e shihni me shtemin një pamje sa e bukur, pas ka shtëpi edhe atje. Na gjithsesi po provojmë me shku deri te ato shtëpi, po shohim se mos po e gjejmë edhe ndonjë banor edhe më na tregu pak a shumë lidhur me fshatin. Me që informacionet bazë, informacionet kryesore i mora dhe nga familja që isha sot prezente, që drekum së bashku, por që unë du me provu me gjetë edhe ndonjë banor, e po na jep edhe ndonjë informacion shtesë. Shtemi unë dala dhe për pak qaste me komentu fshatin Bajice Kolçit, komuna e Lipjanit, një fshat i bukur, një fshat nga jetë që kam thamë banorët ofër 200 shtëpi jënë këtu, por që dikun 80% jenë banushme, 20% jo po ja ulojnë mërgjimtar, do thot që e kanë lënë vendin, e sheni nuk është se ka dhe aq lëvizje në këtë fshat, edhe përkundër se fshati është i banushëm, por ndoshta sot nuk ja kam qëlluar edhe nuk po shoh aq banor gjatë rrugtimit tim si gjithmonë si në çdo fshat, që unë kërkoj vazhdimisht banor që cilët më tregojnë magjërsisht sa i përket veçorive të fshatit, për çka njihet, çka ka fshati, çka ka mungesë etj etj. Sheni, po më pëlqen është objekti i të pamës, do thot lagja e Kolçit, e ka ndërtuar së bashku ku i mojnë të pamet në rast vdekje, se dia i mbojnë edhe për gëzim ndonjë tubim a diçka. Nëse veç e kisha taku dikën e kisha pyet, por që aty po shkruan për të pame, po besoj që ndoshta vetëm për të pame. Sidoqoftë, fshati e ka dhe shkollën, çka më thanë që i mungon ambulanca. Tash në shumicën e fshatrave veç kam filluar ndërtimet e ambulancave, edhe mu personalisht që më ka rënë me i vizitu fshatrat i kam po thuaj se në shumicën e fshatrave që kam qenë ambulancat i kanë prezente, por që po besoj në të ardhmen do e ketë edhe ky fshat, edhe përkundër se fshati është shumë i bukur me një peizazh të mirë, shtëpia pafund, është fshat i rrafsht shumë, besoni, po e shijojmë pafund qetësinë e fshatit, ajrin e pastër, e mbi të gjitha natyren. Jam të e po një banor, po du me provu me përshëndet, po shpresoj që ka me undal një 2 minuta. Përshëndetje i nderuar. Si jeni? Dorontina. Ja iri. Na vjen mirë. Si jeni nderuar? Mirë rënë virë. Familja mirë? Mirë. Qish po kaloni? Mirë shumë. Sot kom dalë në fshatin e juve, po, Bajice Kolçit. Po, unë jam i Shalës. A i Shalës? Po. A s'po di tash a jeni larg? Prit. Që kjo Shalës të A kjo është Shala. Shalën do e lënë në një ditë tjetër. Po, s'ka lidhje në Shalës. Do thot me që jeni thuja se një mejgj. A e Po. përdorni kështu? Një mejgj. Po. Ki pak a shumë një huri rreth O, fshatit. 3 herë në ditë unë me qëtë bicikl i silë në rrethët që në për Bajice. Po e desh kështu prej A deri në Z. Shumë i zënë. Apo më tregon çka e veçan këtë fshatin Bajice Kolçit edhe çka i mungon fshatit. Fshatit për momentin i mungon një fushë sportit për trit. Edhe tjera se në kanë, autobusi vjen çdo ditë këtu, kësaj dhe vjen. Do thotë është edhe linja autobusit. Po linia autobusit është, që t'je ka shpirën e autobus që t'i këtu ujtë. Rrellën 10 është këtu, shumë e frekventuar. Pi këtë viset të Kosovës vinë me marrë ujë këtu për lukth. Po isha atje. Po që atje është. A e përdorni ju personalisht? E përdore edhe unë e përdore, gjithë e përdore. A e keni vret ndonjë ndryshim sa i përket shëndetit? Po se unë e kom përdore për para kokra o ma frazëll, tash nuk përdore mo. Do thotë e ke zëvendësu me Po ujë. me ujë e kom zëvendësu. Lumt, po më pëlqen. Shumë mirë. Shumë, po më mirë që ka pasur Kam rezultat. edhe me që i kom preferuar këtu të Koroticës se për me ata pia tjetë vinë e marrin ujë tu, vetëm për që Njihni kështu me banorët? mirë. Po besoj që juve ju njohin përderisa tha e bëj 3 herë në ditë, shëtitëm kësajtë. 3 herë në ditë. Banorët një gjë. Po, si fshat kështu po duket i qetë. Si fshat i mirë është përpara ka qenë shumë dopt. Para. S'ke mujt me ditën kush është ashtu shumë betorina, shumë keq. O mos se tash i fshati më i pastër që rrethin që. Shumë më i pastër, me pa shumë shtëpia të mira, shumë rregullim të mirë, me rrugë, me krejtje të mira.
Përpara jo. Edhe shumica kësajde shkojnë ashta jashtë me punu dhe kthehen prapë këtu punojnë kësajde, nuk shkojnë jashtë. Po thu ka pas raste që kanë shku, por që Ka janë pas kthy. raste që kanë shkuar në Gjermani edhe janë kthyr për Gjermanisë. Shumë fshat i bukur, ju lumt. Edhe juve po ju them me që jeni thuja se banor. Kalën e mirë, po, me të mirë. Ne do jemi edhe në fshatin e juve, do na presni. Po, sigurisht. Cila televiziona po kush? Mediumi shqiptar që e krejt. Ani shumë mirë. E kemi emisionin që i vizitojmë fshatrat Jeni krejt mirë, se Kosovë. unë jam që aty për afër Qerdës, për funi Qerdës më rrë që aty jam me shpi. Ju e keni qirdhën fshati juve, Po, a? po, na Këta se kanë. Jo. E pse ju e keni këta se kanë? Po, qore, na jemi 700 shpi. Na jemi 700 shpi. Kemi ambulancën punon për orë 7 mëngjes deri në orën 20 mbrëmje, me 2 ndrime. Laboratoria aty punon. Dhe Shumë mirë, mjeki edhe i mjeki i dhëmë Dentisti, punon, po. dentisti punon aty. Shumë. Shkolla fillore, shkolla mesme është. E tash një pyetje, banorët e kësaj lagje, a i pranoni ju me orë me i kry shërbimet? Po krejt. Ja, Ose fëmin me dash me sjell në qerdhët ja e ju? krejt, po vinë qerë dhe vinë edhe prej Mirenës. Apo? Mirenë, Bajnës, ne ka rësi nëfës, kraj Mire dhe Shaljen, qatë qerës. Krejt këto fshatra do jem vizit, na presni. Por se kur nuk e di. Mirë se vini, mirë se vini. I ndrum të faleminderit shumë Me të zotë mirë, kalën e Dashnit. mirë, faleminderit. Miru pafshim, Kalon e faleminderit shumë i ndrum. Minuta rreth ujit për çka e merrni më saktësisht. Vallaj, na ma shumë për me pi. Veç për me pi. Po. A ka ndodhur kështu për shembull që e keni pa ndonjë rezultat, keni pas ndonjë problem, diçka shëndetësore dhe që për një me ka pas efekt? Ja, për të unë e ju. Se unë ndëgjova nga banor që është ujë shërus. Fakt. Që ashtu të zojnë ta. A merrni çdo ditë? Ja, ju, veç që ashtu të kur t'kim ku, t'lije. A jeni i këtij fshati a ju? Ja, jem sene. A është larg prej këtu? Ja, sa me thonë, ja, 20 km, se di jolle ma shumë sa. Afër. Po Nuk ma keni shumë si ka 3 edhe zis, sa me thonë. Drumun e po du me provu vet, faleminderit shumë. Nëse keni me vazhdu me marr, Faleminderit që ju e kalën e miru pafshim. O, edhe është i nxehtë, mos harroj me cek, më tregun që në këtë pjesë është ujë i nxehtë i cili buron, ndërsa në pjesën andej është i ftoftë. E sheni bukuria natyrore, do thotë veç i lumi Zot që e ka ditë me kriju, edhe këtë ndarje që është shumë interesante, por pse është kjo ndarje, a din dikush më tregu? Jo s'din, ja? Në rregull. E kum pi keq, se shumë i mirë. Pak i nxehtë, edhe ku është shumë e diell, kështu që nuk po vazhdoj me pi më shumë. Për shkak se uji është i nxehtë, normalisht ujin e nxehtë nuk mune me pi. Fshati Bajic e Kolçit, komuna Lipjanit, një fshat super fantastik, me banor shumë të mirë për atë sa i takum, mirë po më thanë që nuk ka dhe as lëvizje, po këto e kuptova dhe vetë gjatë rrugtimit tim, kështu që ne nuk vazhdu me eksploru ende ma shumë sa i përket fshatit, që me bisedu me banor, i pat intervista cilat i zhvillum në familjes tipike shqiptare, këtu më do të me përmbyll emisionin sa i përket ditës së sotme, ne do të shihemi në një fshat tjetër, por se në cilin nuk po e zbulojmë. Kaq kisha nga fshati Bajic e Kolçit, komuna Lipjanit, deri në takimin tonë të ardhshëm. Mirëmbëjtje!